dhe për mundësinë që më dhatë për të folur mbi problemet e biznesit. Për të mos përsëritur të njëjtat problemet biznesit me taksat larta dhe vështirësi nga më absurdet, sot kam zgjedhur të fokusohem në një problematik që e njoh mirë për shkak të aktivitetit tim. Të gjithë e dim se investimi i parave të mafjes është në sektorin e ndërtimit. Por në fakt, mafja sot në Shqipëri ka kapur dhe një sektor tjetër jetik, atë të ushqimit, më pak i ekspozuar në krahasim me sektorin e ndërtimit. Po çfarë po rrezikojmë me kapjen e sektorit ushqimor nga krimi? Për sa i përket konsumatorëve, kur mafja investon në këtë sektor, ulen të gjitha standardet e sigurisë ushqimore. Si mendoni ju? A guxon kush t'i kërkoj llogari atyre që sjellin ushqimet skaduara, oriz sintetik, pula me salmonel, peshk me parazit, apo produkte të ndryshme me substanca kancerogjene? Këta tregtar droge, që sot kanë investuar dhe në sektorin ushqimor, po i shesin konsumatorëve vdekjen e ngadaltë dhe sëmundjet e sigurta. Asnjë doganier, punonjës si tatim taksave, specialist bujësie apo akuje, nuk guxon t'ju afrohet. Edhe kur ka lajme për ushqime të rrezikshme, ato vijnë nga institucionet e huaja, asnjëherë nga kontrollet tona dhe gjithmonë mbasi janë konsumuar e gjithësasia nga shqiptarët. Problemi i dytë i futjes së mafjes në sektorin ushqimor ka të bëjë me shkatërimin e konkurrencës së lirë dhe nxjerrjen nga tregu të bizneseve ekzistuese, të cilët kanë të gjithë eksperiencën dhe ekspertizën e duhur për të operuar në këtë sektor. Nuk dua askush më paragjykoj, megjithëse më keni ftuar, ju falenderoj edhe një herë, dua të tregoj që mos përmend bizneset tjera, thjesht problemet që ka biznesi Neranzi. Biznesi Neranzi janë akoma në këmbë vetëm sepse ky regjim i gjeti me themelet forta dhe me një këmbgulje të madhe nga ne për të punuar shumë, sigurisht edhe me edukimin e konsumatorit. Aktiviteti ynë është bërë shumë i vështirë. Duket sikur çdo ditë shkojmë në luftë dhe jo në punë. Mafja e ushqimeve kanë nxjerrë rrugë gangsterët e saj, që terrorizojnë klientët tanë. Imagjinoni ka pronar pasqyrish, restorantesh apo hotelesh të cilat na pohojnë këtë gjë. E thon hapur, jemi të kërcënuar, duhet të blejmë tek ata sepse na shkatërrojnë biznesin pasi janë të lidhur me pushtetin. Pak muaj më parë, arritën të terrorizonin një nga furnitorët tanë. Kishim një bashkëpunim prej 15 vitesh. Dhe më thotë, vëlla, të lutem, nuk mund të bashkëpunojmë bashkë. Më kanë ofruar para që ta heq për fajsin tuaj, mbasi u thash jo, më kërcënuan. Kam fëmijë për të rritur. Do ndërpresim bashkëpunimin. Dhe ky nuk është një rast i izoluar. Ka plot biznese të konsoliduara në treg, të cilat janë të kërcënuar, të shantazhuar, disa kanë falimentuar, duke zgjedhur të ikin në heshtje. Pak javë më parë, ne mësuam se një biznesmen u mor peng nga shtëpia e tij dhe u dërgua tek bandat. Ironia më e madhe cila është? Të nesërmen kryeministri i vendit bën takim me biznesmenët. Nuk doli asnjë biznesmen apo sipërmarrës që t'i bënte të paktën një pyetje ekzistenciale. Mbasi ndodh ky rrëmbim i këtij biznesmeni, kush na e siguron neve jetën dhe biznesin? Kjo është një ngjarje skandaloze. Pra ne jemi kthyer në një Sinaloa ku ligjin e bëni forti. Ky vend është lënë në menaxhimin e sundimin e mafjes dhe ne si biznes që nuk kemi asnjë lidhje me atë botë, vuajmë çdo ditë pasojat. Por a ka zgjidhje ky problem? Që mafia të futen në sektorin ushqimor, kjo nuk është e padëgjuar, ne po përjetojmë tani
atë çka përjetoi në vitet 90 Italia. Më lejoni shumë shkurt të tregoj se si i zgjidh, të paktën për ata që na ndjekin, se këtu në sallë padyshim që e din, po dhe mundësit i kanë për të marrë informacionin. Pasi u quan pas ekurave politikanët e lidhur me mafjen, fal një drejtësie eficiente dhe një shoqërie që bënte presion për ndryshim, etapa e dytë ishte ndiq paran. Dhe u zbulua se mafia kishte instaluar dhe investuar shumë edhe në sektorin ushqimor duke krijuar monopole dhe oligopole. Madje u zbulua se ushqimet që ata shisnin ishin të gjitha jashtë standardit dhe të falsifikuara. Edhe është logjike, imagjinoni mafien që shet drogë, të kujdeset për cilësinë e ushqimeve dhe për shëndetin e popullatës. Çfarë bëri Italia për ta luftuar këtë fenomen dhe si funksionoi? Në ndryshim nga ne që këto probleme i trajtojmë si shkelje administrative, italianët i trajtuan si krimi organizuar. U përdor kodi antimafia, u aplikua konfiskimi pasurive edhe pa dënim penal përfundimtar. Bizneset ushqimore u trajtuan si instrumente kriminale, jo si ndërmarrje tregtare. Natyrisht unë pres që drejtësia dhe opozita që ta ketë më në fokus këtë problem. Sot jemi në kushtet e një pushteti kriminal, që punon në mënyrë më të sofistikuar dhe pa zhurmë. Shumë shkurt u tregoj 10 vite më parë rastin kur më arrestuan kompani, sepse zhvillova një panair dhe dikush nga klientët kishte parkuar në një vend që nuk lejohesh parkimi. Vinë dhe më hedhin prangat. Më shoqërojnë polici, i bëj një SMS zotit Berisha, në atë kohë që ta denonconte këtë problem dhe gjithë rastin dhe ta falenderoj shumë. Por ama sot nuk bëjnë më gabime të tilla që të bien kaq shumë në sy. Ata sot janë gangster, që vendosin rregullat e veta në një shoqëri tashmë të asfiksuar, që vetëm po i bindet skeqjes dhe nuk po reagon. Disa vite më parë, për ta mbyllur, unë i bëra një thirrje bashkëqytetarëve të mi himariot që të ngrihemi të bashkuar e të mos të lëm mafjen të na grabis pronat tona, po t'i mbrojmë ne tokat dhe pronat e trashëguara. Mirë po ata nuk e prishën rutinën e tyre. Të bindur se do të ishin ca të tjerë që do të vinin dhe do të bënin luftën për ta. Kanë kaluar shumë vite dhe askush nuk erdhi të ndihmojë. Dhe pronat janë grabitur dhe po grabiten për ditë. Pra, betejë tona duhet i bëjmë vetë. Nuk i bën askush tjetër për ne. Edhe duke sakrifikuar, sepse të luftosh kundër të keqes dhe për të ardhmen e vendit tënd është mision që na nderon dhe na lartëson të gjithëve. Faleminderit. Faleminderit. Ju lutem, unë e di që kemi shumë nevojë të flasim, me shumë respekt ju kërkoj që